Mbështetja e Asamblesë Kombëtare dhe personalisht e kryetares Kiselova do t'jetë një garanci më shumë për këtë qëllim. Ky objektiv yni shkon krah për krah me prioritetet e agjendës komisionere zgjerimit Marta Kos të prezantuara në Komisionin e Marrëdhënieve me jashtë të Parlamentit Evropian. Ne kemi besim në mbështetjen e Bullgarisë si një vend antar dhe në mbledhjet e Këshillit të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka bërë thirrje për një proces të përshpejtuar të antarësimit në familjen europiane, i cili është i rëndësishëm jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për vetë Bashkimin Evropian, nëse mbajmë parasysh pasojat dhe implikimet e luftës Rusi-Ukrainë, Ballkanin Perëndimor dhe në kontinentin evropian tërësi. Të njëjtën dëshirojmë dhe urojmë edhe për integrimin evropian të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, destinacioni i natyrshëm i të cilëve është Bashkimi Evropian. Antarësimi është një proces i mbështetur në merit dhe ne mendojmë se mosmarrëveshjet dypalshe duhet të zgjidhen duke mbështetur në vlerat europiane dhe në marrëdhëniet e fshинjësisë së mirë. Bashkëpunimi mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Asamblesë Kombëtare të Bullgarisë është intensiv dhe po zhvillohet në nivele të larta. Këtu kam parasysh jo vetëm takimin e sotëm, por edhe vizitën e ish kryeparlamentarit Zheljaskov në Kuvendin e Shqipërisë në 2024 dhe takimet në nivele të tjera. Me homologen Kiselova shprehëm vullnetin e përbashkët për të intensifikuar e zgjeruar bashkëpunimin parlamentar ndërmjet grupeve të miqësisë, komisioneve parlamentare dhe deputetëve. Shqipëria dhe Bullgaria kanë bashkëpunuar dhe do të vijojnë të bashkëpunojnë si anëtare aktive të NATO-s në shërbim të paqes e të sigurisë në rajon, në Europë e më gjerë. Të dy vendet tona ndërveprojnë aktivisht në nismat rajonale si iniciativa për Europën qendrore, procesi i bashkëpunimit në Europën juglindore, presidencën e cilit Shqipëria e mban prej qershorit 2024, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, Bashkëpunimi Ekonomik i Detit Zi, procesi i Berlinit e tjera. Ne vlerësojmë lart përpjekjet e Bullgarisë për fuqizimin e nismave rajonale dhe rritjen e ndikimit tyre në perspektivën europiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Bullgaria është një partner ekonomik i Shqipërisë, por mendoj se ka ende potenciale për të intensifikuar marrëdhëniet ekonomike e tregtare.